Së pari, ju garantoj se ato që quhen autokraci elektorale, do me thënë regjime që nuk bëjnë zgjedhje por zhvillojnë farsa, apo diktatura autoritare, pra regjime që pranojnë pluralizmin por e shtypin pluralizmin, si shbëri Edi Rama se këtu njerëzit futohen. Ta arrestosh 3 lider të opozitës në vitin elektoral, liderët e partive kryesore, 3 partive kryesore opozitare, në 2 t'i arrestosh dhe tjetin t'a vesh ndjekje penale në vitin elektoral, do të thot de facto të japish një goditje të merësisht të rënë opozitës dhe opozitarizmit, të përdorish institucionet për të shtypur pluralizmin. Kështu që cila është zgjidhja? Zgjidhja është Nepali, zgjidhja është Bangladeshi, zgjidhja është Madagaskari, zgjidhja është njerëz të revoltuar kërkojnë të drejtën e votës tyre. Në qoftë se duam të votojmë të lirë. Dhe ne do bëjmë gjithçka të bindim shqiptarët për këtë. Kjo është zgjidhja kryesore. Çështja tjetër? A e fiton SPAK besimin tuaj nëse arreston Edi Ramën? Duhet bëj një sqarim këtu. Personalisht gjithë jetën, si njeri që ka për fe politike kushtetutën dhe ligjin, kushtetutën dhe ligjin, kam patur dhe kam respektin më të madh për të gjithë ata që zbatojnë ligjin. Në kushtet të vështira, kërkon guxim, por është respekt më i madh për ta. Qofshin ata në SPAK, qofshin ata në çdo organ tjetër. Tani do të sqaroj pak qëndrimin tim ndaj SPAK-ut. E kam sqaruar shumë herë, por e theksoj përsëri. Ka njerëz drejtshkurtër, të cilët për mungesë memorie apo konceptesh mendojnë se unë sulmova SPAK-un për shkak të veprimeve që bëri ndaj meje. Absolutisht jo. Sulmet e mia ndaj SPAK-ut kanë filluar në momentin dhe kohën kur ky institucion amnistoi dosjet 338 dhe 184. Dosjet më flagrante të krimit elektoral. Të dashur miq, këto 2 dosje janë bazuar në një procedurë ligjore të përsosur, me vendim regjistrime të bëra me vendim gjykate dhe kërkesë prokurori. Dhe SPAK-u në mënyrë më katastrofale, prokuror nga SPAK-u, prokuror, nuk mund të them të gjithë SPAK-u, i amnistuan këto. Çfarë ishte kjo? Kjo ishte kazma në themelet e pluralizmit. Kjo ishte licenca për të shtruar krimin në vot dhe votën në krim. Siç pak a shumë e tha një bashkëbisedues më parë. Kjo ishte licencë për Edi Ramën, që bëj ç'të duash me zgjedhjet, se duhet t'i fitosh ti dhe jo opozita. Këtu nisi betejë ime me SPAK-un. Këtu ka nisë. Dhe betejë ime me SPAK-un ka nisë të paktën një vit para se ata të kërkonin masat ndaj meje. Dhe për ta ditë ju, të dashur qytetar, gjatë atij viti ata bën përpjekje
të paftyra që të merikatonin, por morën atë që meritonin. Pra, çfarë është ai që merr dosjen e krimit elektoral dhe amniston, a nuk është ai një kriminal i urryer, i demokracisë, i pluralizmit, i vendit të tij? Dhe i tillë është Altin Dumani. I tillë është kraja që ishte para tij. Së dyti, do të sqaroj shqiptarët. Altin Dumani është një nga emrat më të lakur, siç e dini. Po Altin Dumani ka 4 apartamente sot. Dhe unë u them qytetarëve shqiptar, është gabim shumë i rëndë. Shumë i rëndë. Të mos realizosh se çdo të thot për një nënpunës të shtetit të ketë 4 apartamente pa asnjë burim tjetër të ardhurash përveç rrogës së tij. Jam ish president, ish kryeministër. Dhe ja u them unë ju që me rrogën time unë kam arritur jo të blej një apartament, po kredi s'kam marrë, por të shes apartamentin që kam patur dhe të blej një tjetër 40 metra më të madh se ai që kisha. Këto kanë qenë kursimet e mia. Unë pa kredi në bank nuk mund bleja kur një apartament. Pra që isha një nga rroglartit, në rroglartit e këtij shteti. Nga erdhen burimet e parave të Altin Dumanit. Nga erdhen. Së dyti, duhet të qartësoj, unë s'mund sulmoj kur një gjykas, një prokuror, një hetues, një polic që zbaton ligjin, për kundrazi, nderimin më të madh për te. Por nuk mund pranoj kur shoh dosjen. Po marr dosjen Toyota Yaris, në të cilin rezultoi Taulan Balla, ministër, kriminal, që bën pazare me bandën e Suel Çels për t'ja rikthyer automjetet, që u kërkon gjykatësve që kaloja një policisë që unë t'i vonoj dhe të dalin jashtë afati. Nuk mund të pranoj. Kur? Po marrë vetëm të dosje, po do i kalojmë dhe dosje tjera. Dosja në cilën prokurorët e spakut bëjnë pazare për 10.000 euro pagesa dhe janë bashkëpunëtorët. Atër më thoni mua, në rast se ti merr dhe arreston një qytetar se në mënyrë të paligjshme ka kryer një vepër dëmi prej 30-50.000 euro, po një prokuror që ka kërkuar 70.000 euro që s'ka pranuar 30.000 se ka kërkuar 45.000 e tjerë, çfarë është? A nuk janë vepra krimi këto? Ku janë këto? Këto janë në sirtarën e Altin Dumanit. Atëherë, më thoni mua, cila është? Duhet të them unë, nuk duhet të them të vërtetën shqiptarëve? Absolutisht sikur çdo gjë të ndodh, unë do të them të vërtetën. Sikur çdo çmim të paguaj, kur s'do të tërhiqem nga e vërteta. A ka aty, a janë të tjerë Dumanër? Ka dhe tjerë, por nuk janë të gjithë. Jo, ka prej tyre. Dhe se cili prej tyre që zbaton ligjin, ndaj cili do qoftë, do ketë mbështetjen, nderimin dhe vlerësimin tim më të madh. Kam bindje, e kam thënë dhe tek dera e atij institucioni, që aty ka njerëz të ndershëm, ka hetues të ndershëm,